Blendi Gonxha nuk është një personazh i panjohur në politikën shqiptare. Aktualisht ai është ministër, u reabilitua në politik duke u bërë drejtori i përgjithshëm i DPSHTR-s. Gonxha vinte në politik si student dhjetori, nën kryetari i Bashkisë së Tiranës, njeriu që shkaktoi përmbytje dhe nuk mbajti asnjë përgjegjësi. Përkundrazi, iku në Greqi dhe filloi aktivitetet, bizneset e tij, megjithse nga pas la një Tiranë të përmbytur me miliona euro dëm. Por le të kthehemi sot. Blendi Gonxha është njeriu më i votuar i Partisë Socialiste, kujdo që ja thua habitet, me diferenca të thella. CNA i ka raportuar që nga lidhjet me grupet kriminale në Vorë, në Tiranë e kudo, Blendi Gonxha është një personazh shumë kompleks, që tentakulat e tij shkojnë sa te politika, biznesi, thesi votave të lidhura me krimin. Ai është edhe në një dosje tjetër, në dosjen e inceneratorëve që nuk e sheh dot Dritan Prençi, prokurori të cilit ditë pas dite ne i kemi nxjerr 10 fakte, prova e dokumente për inceneratorin e Tiranës, për mediat, siç është rasti Top Channel, por edhe për politikanës, siç është rasti Blendi Gonxhës apo të tjerë. Blendi Gonxha kërkon që të bëhet gati për një betejë të madhe. Cila është betejë e madhe e Blendi Gonxhës? Kjo që themi nuk është e rastësishme, por e ka shkruar pas daljes së rezultateve të zgjedhjeve vet Gonxha në grupin e tij të ngushtë që përdor për komunikim në rrjetet sociale. Kjo ishte një fitore. Përgatituni për një garë edhe më të madhe. Në fakt, garat e mëdha mund të jenë dy. Një, gara për Bashkinë e Tiranës ku ndoshta kanë prehur dhëmbët, dhe gara e dytë është ajo që duhet të ketë me Spakun dhe me prokurorin Dritan Prençi, i cili fatkeqësisht flet mbi dosjen e inceneratorëve. Pse themi flet dhe ku qëndron Blendi Gonxha? Gonxha është drejt për drejt e kompania e inceneratorëve në një skem shumë të qartë. CNA ka treguar se si kompania e familjarëve të Blendi Gonxhës ka dhënë makina me qira për inceneratorin e Tiranës, për kompaninë Integrated Energy të Klodian Zotus dhe Mirel Mërtirit. Gjithçka në letra duket konkrete. Kompania e inceneratorit të Tiranës shkon te kompania e Blendi Gonxhës, merr disa makina me qira dhe lekët i paguaj Mirel Mërtirin me Klodian Zoton. Por nuk është kaq e thjeshtë. Çfarë ka ndodhur? Janë marrë 10 makina me qira nga Mirel Mërtiri te Blendi Gonxha dhe këto mjete janë dhënë në zgjedhjet e 2021-shit për fushat të Partisë Socialiste dhe në përdorim të Bashkisë së Tiranës. CNA sjell dhe fakte për pagesat e kryera nga janari deri në korrik të vitit 2021 për 10 mjete të dhëna me qira nga kompania Albarend për kompaninë e inceneratorit të Tiranës. Sipas dokumentit të siguruar nga CNA, ortake me 100% e aksioneve dhe pronare e Albarend është Elda Gonxha, bashkëshortja e Blendi Gonxhës. Të dhënat tregojnë se në një periudhë 7 mujore nga janari në korrik të vitit 2021, Gonxha ka marrë 73 milion lek nga kompania e inceneratorit të Tiranës. Duhet të theksojmë se kompania Blendi Gonxhës ka marrë 73 milion lek në një periudhë nga janari në korrik të 2021-shit, ndërkohë që aktiviteti i inceneratorëve fillon nga viti 2014 dhe deri në kohën kur SPA ka bërë veprime dhe ka shpallur në kërkim njerëzit e inceneratorëve. Nuk e dim se sa mund të jetë paguar Blendi Gonxha nga kompania e inceneratorit të Tiranës. CNA e ka nxjerrë me fakte se si Mirel Mërtiri dhe Klodian Zotu i jepnin Bashkisë së Tiranës mjete në përdorim pa marrë asgjë pas. Këto mjete, që në shërbim të policisë bashkiake dhe strukturave të tjera të Bashkisë së Tiranës, shkonin dhe ndiqnin nga pas bizneset dhe mbikëqyrnin rrugët për të ruajtur kamionët e dherave atje ku kishte kantier ndërtimi për t'i çuar në landfill. Pra kompania e inceneratorit të Tiranës Integrated Energy merrte mjetet e Blendi Gonxha duke paguar lekët, ja jepte Bashkisë pas një kosto dhe Bashkia vinte vërdall në Tiranë, kapte biznese që të çonin dhera. Të ardhurat nga ky biznes për Mirel Mërtirin dhe Klodian Zoton shkuan në të paktën ato vite që janë konstatuar me bilance të deklaruara në QKB rreth 60 milion euro. Pra janë rreth 60 milion euro të marra nga kompania e landfillit të Tiranës në bashkëpunim me Bashkinë, me mjetet që ishin marrë me qërat e Blendi Gonxha. Një grup mjetësh janë përdorur siç thamë edhe gjatë fushatës së zgjedhjeve të vitit 2021. Të gjitha këto fakte Dritan Prençi ka brenda në dosje, por është i paditur se nuk lidh do skemën me Blendi Gonxhan, është i paaftë për të gjetur veprën penale, apo nuk do se prehet në mes të këmbëve të oligarkëve apo në sofrat e atyre që i kanë garantuar veliajt se Dritan Prençi nuk do të ngrejë akuzë për kryebashkiakun e Tiranës, se do ta bëjë copash dosjen, do ta vonoj, do ta bëjë tërkuz dhe kjo histori do të mbyllet një herë mirë. Provat janë në dosje, si për Erion Veliaj, si për Blendi Gonxha dhe kompaninë e tij të mjeteve me qira. Se pikërisht Mirel Mërtiri mori mjetet e Blendi Gonxha për t'ia dhënë Bashkisë së Tiranës apo për t'i përdorur në fushatën e vitit 2021? Cila është arsyeja? Nuk kishte kompani të tjera më të lira? Është një marrëveshje privat-privat që shpesh e përdor
politika jon? Jo, është një skem. Parat i paguan Blendi Gonxha apo Mirel Mërtiri? A është i vërtet transaksioni financiar që ka bërë kompania e inceneratorit të Tiranës me familjar të Blendi Gonxhas? Pra pagesat janë bërë për këto mjete me qëra, se ka dyshime shumë të arsyeshme që skemat jetë fiktive dhe formale. Ama skema është kështu: merren mjetet, përdoren për interes të Mirel Mërtiri dhe Klodian Zotos, dhe Blendi Gonxha është pjesë e kësaj skeme për të çuar mjetet e tij, por parat në fund mund të jenë paguar edhe nga Mirel Mërtiri. Këto janë parat nga taksat e shqiptarëve, këto janë parat e bizneseve të shqiptarëve në kryeqytet, ndërtuesve, të cilëve u faturojnë në fund blerësve qytetarëve. Pra kjo është një skemë e qartë. Conaj ka treguar dhe është i disa të shkrim që po sjellin për Dritan Prençin, prokurorin e Spakut, ndaj të cilin nuk po drejtojmë gishtin, por po përmendim fakte që janë në dosje, dhe të gjitha ndoshta tashmë e dim se janë përsëritur shumë herë, por të gjitha këto që nga dokumentet e Veliajt apo daljet e tij mediatikisht për të kërkuar që të ndërtohet inceneratori dhe duke nxjerr gjoksin përparas se jam unë që e bëra këtë zullum, shkresat që firmosen, makinat që merren me qira, parat që jepen në media, ortakërit me mediat, janë në dosjen e Dritan Prençit, prokurorit të Spakut. Këto të fundit duket sikur e ka zënë gjumi letargjik dhe po kthen çështjen e inceneratorëve nga një mega aferë skandaloze, qindra miliona eurosh, në një çështje qesharake për të burgosur disa zyrtar, të cilët thjesht dhe vetëm kanë zbatuar urdhrat. Gjithashtu nga ana tjetër ka marrë dorezat e boksit dhe godet lefter kokën, sikur është truri gjithçkaje, ndërkohë që përfituesi është Erion Veliaj dhe Bashkia e Tiranës e nuk ka asnjë akuzë, ndërkohë që kompania ka marrë paratë e Blendi Gonxha, askush nuk po e heton, nuk ngrihet asnjë akuzë për të, teksa para ka marrë dhe ortakëri ka bërë edhe Top Channel dhe media nuk i heton askush, nuk ka asnjë akuzë. Këtu vërtetohet ajo që tha më lart, se Dritan Prenç në prehrin e një oligarku jep garancinë se do ta bëjë copash dosjen e inceneratorëve dhe Erion Veliaj nuk do të ketë akuzë dhe as zyrtar të tjerë të lartë të shtetit shqiptar të përfshirë në këtë aferë.